100 kadet kanë përfunduar me sukses përgatitjen profesionale dhe nga sot i bashkohen zyrtarisht radhëve të shërbimit korrektues të Kosovës. Gjatë ceremonisë së diplomimit, drejtori i SHKK-s, Ismail Dibrani, i është drejtuar zyrtarëve të rinj duke theksuar se veshja e kësaj uniforme bart mbi supe edhe një përgjegjësi të madhe institucionale dhe shoqërore. Nga dita e sotme, ju do t'jeni ata që do të garantoni sigurinë, rendin dhe disiplinën në institucionet tona korrektuese, por puna juaj do t'jetë shumë më tepër se kaq. Ne kemi një mision më të gjerë. Ne duhet të garantojmë sigurinë, por njëkohësisht të krijojmë mundësi për rehabilitim, reintegrim dhe ndryshim. Kurse, Dibrani tha se puna e tyre nuk lidhet vetëm me sigurinë, rendin dhe disiplinën në institucionet korrektuese. Sipas tij, një pjesë e rëndësishme e punës është edhe trajtimi me respekt i të burgosërve dhe ndihma për rehabilitimin dhe rikthimin e tyre në shoqëri. Ndoshta një ditë fjalët e juaja, një vendim i drejtë, një sjellje profesionale apo një mundësi që japni dikujt për ndryshuar do të ketë ndikim shumë të madh se sa mund ta imagjinoni sot. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ndarë diplomat për 100 kadet e rinj. Gjatë fjalës së tij para gjeneratës së re, Kurti ka theksuar se detyra e zyrtarit korrektues mbart mbi vete një përgjegjësi të jashtëzakonshme institucionale. Të jesh zyrtar korrektues është përgjegjësi e madhe e cila kërkon disiplinë, integritet dhe përkushtim për sigurinë, rendin dhe dinjitetin e personave të privuar nga liria. Ndërkohë, gjatë ceremonisë së diplomimit, drejtori i SHKK-s i është drejtuar edhe familjarëve të 100 kadetëve të rinj, duke i falendëruar përzemërsisht për mbështetjen e tyre të vazhdueshme dhe inkurajimin që e kanë dhënë gjatë gjithë periudhës së përgatitjes profesionale. Nga sot, këta 100 zyrtar nisin zyrtarisht angazhimin e tyre në institucionet korrektuese të Kosovës. Nga ana tjetër,